e pandehura Jelena Gjukanović në vazhdimsi e ka kryer veprën penale të spionazhit. Atëherë Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngritur akt akuzë kundër pandeherës Jelena Gjukanović me dhëna të cekura si në proces verbal, e që gjendet në masën e paraburgimit nga data 28/02/2025, sepse nga data e pacaktuar e në vazhdimsi deri në momentin e arrestimit të saj, me datë 28 shkurt 2025, në cilësinë e zyrtarës vendore të misionit të OSB-s në Kosovë, pranë zyrës rajonale në Mitrovic, në pozitën zyrtare e programit kombëtar në qendrën rajonale në Mitrovic, me vetdije të plotë dhe me dashje direkte, ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, e njohur si BIA, duke i ofruar të dhëna, dokumente dhe informacione të ndjeshme të siguruara gjatë ushtrimit të detyrës së saj zyrtare në kuadër të aktivitetit të misionit të OSB-s. Ndihmë kjo e realizuar përmes komunikimeve të shumta me tani të dënuarin për veprën penale të spionazhit agentin rezident të BIA-s Aleksandr Vlajić, të cilit i ka përcjell informacione të dokumentuara që lidhen drejt për së drejti me rendin kushtetues, sigurinë institucionale dhe veprimtarinë e mbrëmshme të institucioneve të Republikës së Kosovës, të cilat informacione pastaj janë transmetuar tek zyrtarët e lartë të BIA-s, përkatësisht Ratko Gajtanović, përgjegjës i BIA-s për rajonin e Novi Pazarit në Serbi, dhe zyrtarin tjetër Ljubisha Bukvić, ku me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe është takuar në zyrat të BIA-s në Beograd. Gjithashtu e pandehura përmes influencimit dhe ndikimit të saj nga pozita që mbante në OSB dhe udhëzimeve që kishte marrë nga tani i dënuari për spionazh Aleksandr Vlajić dhe zyrtarët e BIA-s, e njëjta gjatë takimeve zyrtare dhe përfilimit të raporteve të OSB-s për pasqyrimin e situatës politike dhe të sigurisë në Kosovë, ka kontribuar në krijimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit të Republikës së Kosovës, që ka përmes këtyre veprimeve të qëllimshme e pandehura ka cenuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare dhe ka vënë në rrezik serioz jetën dhe sigurinë personale të zyrtarëve shtetëror, qytetarëve të vendit, si dhe personelin ndërkombëtar të misionit të OSB-s në Kosovë. Me këtë e pandehura Jelena Gjukanović në vazhdimsi e ka kryer veprën penale të spionazhit. Aktualisht apo në ndikon? To je kao neko posebno odsustvo, ali još uvijek sam radnik OEBS-a. Tani jam në mungesë, por jam E punësuar në OSB-i po shkruan. E punësuar në OSB-i, a ki diçka të paqartë? Dalëve me nešto ne jasno? Jo. Mirë. Atëherë, në nevojtë deklarimi juaj e pranon e nuk e pranon e fajsi. Da li prezidenti krivicu ili ne? Ne priznam. Nuk e pranon e fajsi.